الدين رأس المال فاستمسك به فضياعه من أعظم الخسران. Parimi i dytë, prej parimeve të pendimit, të cilat na mundsojnë pra që të jemi të penduar te Allahu subhanahu wa taala dhe ta vazhdojmë jetën si të tillë, është lidhur me kushtet e pendimit. Cilat janë kushtet e pendimit? Kushtet e pendimit përgjithsisht janë 3. Kushti i parë është që njeriu të ndjejë keqardhje për veprat e këqija që i ka bërë. Pra personi i cili nuk ndjen keqardhje për gjunahet apo veprat e këqija që i ka bërë në të kaluarën, realisht kjo bën që pendimi i tij të jetë i mangët. Pse? Sepse kjo bën ndesh me pendimin real, me pendimin e vërtet. Dhe është shenjë se ti po pajtohesh me ato veprime që i ke kryer më herët. Kushti i dytë është që njeriu më një herë të tërhiqet nga gjunahu. Nga që është e pamundshme të paraftyrohet të imagjinohet një pendim i sinqert, i vërtet, nëse njeriu nuk largohet nga gjunahet. Dhe kushti i tretë është që njeriu të jetë i vendosur, që të mos i kthehet këtij gjunahu në të ardhmen e tij. Ndërsa Ibn Kaimi, Allah mëshiroft, e sjell edhe një kusht tjetër. Dhe përmend se kusht shtesë ndaj këtyre 3 kushteve është që njeriu të jetë i vendosur që t'i kryejë në të ardhmen urdhrat e Allahut dhe t'i ndjek ato. Pra, jo vetëm të jetë tërheqje dhe distancim nga gjunahet, mirë po patjetër që të jetë i vendosur. Të jetë i vendosur që në të ardhmen ta ndjek fenë e Allahut subhanahu wa taala dhe të largohet nga gjunahet. Për këtë arsye pendimi apo at-tauba te Ibn Kaimi konsiderohet prej pozitave më të vështira në jetën e njeriut. Madje ai, rahimahullah, thoshte fama as'aba at-taubata 'ala al-haqiqa. Andaj thoshte sa e vështirë, sa i rënd është pendimi i vërtet. Wa ma ashalaha 'ala al-lisan. Dhe sa e lehtë është që të thuhet vetëm me gjuhë. Wallahu a'lam, wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.